Kalëm të fabula tjetër, shumë interesante kjo që po vjen. Me qëra fjala, sonte është e premte, apo jo? Pas nesër janë zgjedhjet. Të dielën zgjedhjet në Ungari, Orbani në rënje të lirë, e kemi vënë titullin. Dhe është në rënje të lirë. Sondazhet e fundit janë 56-37. Para se t'ju fjalën sept, më thoni çfarë po ndodh në Ungari dhe a fiton apo jo Orbani kësaj radhe, duhet t'ju kujtoj që dhe të shohim tani në ekran. Vetëm një sondazh amerikan e nxjerr Orbanin fitues me 50% Orbani dhe 42% të Magjarin. Magjar e ka ky emrin tjetër. Magjar. Se Magjar ti e dish se më thonë në Shqipëri Magjar. Po, në zonë e Dibrës, i thon Gomarit. Magjar i thon Gomarit apo Gomarit? Ne Magjar Gomarit. Imagjino tani, Magjar quhet rivali njeriu që pret të bëhet kryeminist në Ungari, quhet Magjar. Po, e gjuha tyre quhet Magjariç. Magjariç, po. Do shohim se para se të janë fjalën, le të shohim pak të lutem. Peter Magjar e ka. Si e ka Peter Magjar. Peter. Le të shohim pak, nuk e di sa sinkrone janë, i ka Ledio gati, dhe të ja fjale me njerë. Ledio nga të fillojmë nga GD Vensi, që ishte në Ungari dhe e mbështeti Orbanin hapur, apo do shohim në një sinkron tjetër, se nuk e më sa sinkrone kemi, se kemi shumë materiale interesante. Ja, i shikojnë. I epi Ledio. Edhe pas çdo materiali kthehemi në studio. Zum, se shtot zum në fund. Zum ishte emri faqes që ashtu ne. Si se tha zum nuk kuptohet. Po ishte u pre video. Kënga quhet Viktor, a? Viktor, po prandaj është bërë, është kënga e fushatës kjo apo jo? Viktor. Ktu s'kemi komentojmë sepse është moment fushati, pas nesër janë zgjedhjet. Shohim sikronin tjetër Ledio, më duket se është ky. Jo DJ Benz. But I did want to send a signal to everybody, particularly the bureaucrats in Brussels who have done everything that they can to hold down the people of Hungary because they don't like the leader who has actually stood up for the people of Hungary. And I think it's important to say that of foreign election interference that I've ever seen or ever even read about. The bureaucrats in Brussels have tried to destroy the economy of Hungary. They have tried to make Hungary less energy independent. They have tried to drive up costs for Hungarian consumers, and they've done it all because they hate this guy. But I think that what the people of Hungary, what I would encourage them to do is ask themselves the question, not who's pro or anti-Europe, not who's pro or anti the United States of America, but who is pro-you. Why are bureaucrats in Brussels telling social media companies what information they're giving to Hungarian voters? I think the voters of Hungary are adults. They are the reason why the President of the United States sent me here, is because that we think the amount of interference that's come from the bureaucracy in Brussels has been truly disgraceful. I won't tell the people of Hungary how to vote. I would encourage the bureaucrats in Brussels to do the exact same thing. Që erdhi në Ungari, të gjithë menduan fillim që kisha vajt këy në Amerikë, në fakt erdhi zëvendës presidenti amerikan në Ungari dhe siç e pat, që mos bëj komenton. Seb, do më lesh një 4 minutë ta shtjelloj të gjithën, se janë përgatit gjëre gjatë. Mos do ndoshta të shohësh dhe materialet e tjera pastaj të lë të flasësh që mos do pres më? Okej, në rregull. I jep Ledio, ç'a kemi tjetër ta shohim, qëse janë sinkronë We në hope ekran. that one person in the European Union will not block 90 billion or the first tranche of 90 billion, and Ukrainian soldiers will have weapons. Otherwise, we will give the address of this person to our armed forces, our guys. Let them call him and communicate with him in their own language. The next Zelenski kërcënon hapur fare Organin, këtë Orbanin. Nga që ky ka bllokuar 90 milion, 90 miliard. 90 miliard, më fal, 90 miliard për Ukrainën. Po i bëri një nder shumë të madh. Prit. Zelenski del vlla, stinë ko lufte gjasme dhe i thot, ai po nuk u bind, dhe marrin çunat tan dhe i flasin me gjuhën e tyre, perle, pa pare, pa dëgjuar vlla. Po. Kto se u kemi përfunduar. Çmunduri, neveri kur e mendon.
Ja të shohim Ka shantazh ja të shohim dhe materialin pretendimi tjetër. kamufluar në- Shikoni që se keni nga të gjitha këndet ja u kemi prerë Orbanin për të kuptuar zgjedhjet dielën. Shikoni çfarë ka ndodhur. President of Montenegro, dear Chancellor, you know that Montenegro is one of 10 candidate countries that are currently interested to join the club. And do you believe that also the enlargement of the Union is another part of making Europe more competitive on the world stage? Thank you very much. Union. I don't want to lose you. You are part of the European continent, and I know that this is a consensus. There is an elephant in the room. Everybody knows that here in this room, who is against it. But we have to overcome that. This is, until now, it's unanimous vote in the European Council. And the latest after the elections, which will take in April, hopefully we will be able to open the next chapters and to bring you closer and closer to the European Union at the very end as members. Gjerman, ky muhabet ka ndodhur në janar, ku ishte kryeministri Marinzi që i thoshte kur do hym, ëh, dhe ky ja vë fajin direkt Orbanit pa ja përmendur. Ai elefantin në dhomë dhe i thot se ju e dini se kush e bllokon zgjerimin. Hungaria bllokon zgjerimin. Bën vaki, bo. Ja të shohim tjetrën? Jo, këto ishin sinkronet. Okej, Seb dërgoi letër do të shoqëroj edhe me disa imazhe për të parë dhe sondazhet, ku siç thash, një sondazh nxjerr Orbani fitues, ndërsa gjithë të tjerën duket apo një tjetër e nxjerr humbës. Shumica e nxjerr humbës. Nxirri le dio pra sondazhet shikojmë. Tani, po jap një panoramë se çfarë po ndodh për të dielën. Viktor Orban është një nga politikanët më interesant që kemi sot në Evropë. Vjen nga një familje komuniste, i cili më pas kthehet në fillim vitet 90 në antikomunist. Ka bërë një nga shkollat më të mira në Hungari, prej Partisë Komuniste që i kishte familjarët e vet, dhe më pas merr bursë nga George Sorosi, pra është sorosoist. Në fillimet e veta politike është liberal dhe liberal i jashtëzakonshëm. Pra ndërton politika shumë të forta liberale. Hyn në politikë në vitin 1988, krijon Fideshin si parti. Më pas në 98-ën vjen për herë të parë në qeveri dhe është kryeministër në moshën 35 vjeçare. Në 2002 largohet, ndodh kriza e 2008-s, vjen në 2010-ën prapë në qeveri dhe qëndron gjatë. 4 instrumentet që Orbani ka përdorur për të qëndruar kaq gjatë në pushtet, tani këto janë të gjithë kritikat që bëjnë gazetarët dhe studiuesit e shkencave politike në Hungari. Dhe më pas flasim sa i përket situatës atje, për aq sa unë kam parë gazetarë që flasin, se unë nuk kam qenë. Qartë. Gjëja e parë që bëri sa vjen në 2010 ndryshon kodin zgjedhor. E ndryshon kodin zgjedhor në atë formë që partia e këtij fitonte atje në për shumë zona të ndryshme. E dyta që bën një reformë në drejtësi dhe kap gjykatën e lartë. Mënyrën se si do dërkoheshin gjykatësit në gjykatën e lartë. Kjo gjë ndodh për shumë vendime që ky donte t'i merrte, duke thënë se ne duhet i marrim vendimet për çështje feje etj, pra përdorte fen gjatë gjithë kohës për kopë. Edhe kundër këtyre, kundër Uokut, s'kishte dalë akoma Uoku. As filluar akoma. Një herë. Më pas fillon dhe fuqizon ato që quhen oligarkët e vet. Ka akuza shumë të forta në Hungari dhe skandale shumë të mëdha që kanë dalë në Hungari, sa i përket atyre që quhen njerëz të favorizuar nga Orbani si oligark afër Orbanit. Këto oligark më pas blejnë mediat dhe mediat gjithkohës ja hedhin fajin opozitës. Në këtë mënyrë këto janë 5 komponentët kyç të cilët tregojnë se çfarë ndodh. Se kujt i ngjason ky Orbani? Cili ishte faji i opozitës, sepse te opozita për shembull ishte një politikane liberale. Atë për shembull e nxorën sikur ajo ngacmonte fëmijët, sikur ishte pedofile. Jo vetëm nxorën atë, por nxorën dhe t'jatin sikur jati ishte pedofil. Akuzat nuk u vërtetuan ndonjëherë, por mediat, gazetarët gjithmonë kishin diçka për t'i thënë asaj që dikur në një koncert dikush kishte kaluar dhe ajo pa dashje e kishte prekur dhe e kishte bërë. Dhe njëjtën gjë kishte bërë dhe jati. Po le të kujtojmë që Orbani tani këto të diell kërkon mandatin e 5 apo? Kërkon mandatin e 5. Vjen dhe e takon Gjidi Vensi. Çfarë do të thotë kjo lloj gjëje që amerikanët duan kaq shumë? Kjo është çështje ideologjike. Në praktikisht e gjithë lindja e Evropës është pro-amerikane. Nuk kanë besim tek pjesa tjetër e Evropës për çështje sigurie. Me Orbani aktualisht është Çekia dhe Sllovakia. Polakët, çekët dhe e gjithë lindja e Evropës janë pro-amerikan. Balltikët janë pro-amerikan, nuk janë pro-gjermanistë dhe Francë sepse është çështja e sigurisë e para. Po Çekia, Sllovakia, janë në momente kushdo që merret me janë në linjë me Orbanin valla. Kushdo që merret me gjeopolitik di një gjë. Lindja e Evropës është e gjitha pro-amerikane.
geopolitik, kjo është... Po thonit një gjë, pra. Me këto përjashtime tha shumë, pra. Me Amerikanët. Në lindjen e Evropës nuk ka përjashtime, sepse kanë frikë Rusin. Dhe sigurinë e kanë vetëm nga Amerika. Nuk kanë siguri nga pjesa tjetër e Evropës. Mesazhi që më vjen është, nuk dahet këtë çështjen e pro-amerikan ose pro-europian, thot, ndarja sot aty është pro-luftë e anti-luftë. Ajo që përdor... Kjo është paradigma që po përdor. I thot nuk kam se të pagoj një fakturë në cilën s'kam interes. Ta përfundoj. Orbani sot po përdor retorikën e frikës. Retorika e frikës është po zgjodhet kundërshtarin do ju çojnë luftë. Po zgjodhet kundërshtarin do bëj këtë lloj gjëje. Po zgjodhet kundërshtarin do përgulet te Brukseli. Kjo është retorika dhe propaganda që bëhet sot në Hungari. 45 vjeçari Peter Magjar vjen po nga linja e Orbanit. Pra në Hungari sot konkuron e djatha me djathën ekstreme. Një ekstremist si Orbani që vjen nga një liberal po shfrytëzon të gjithë aparatin e propagandës. Të gjithë kundërshtarët e mëhershëm ishin homoseksual, pedofil etj. Ky është i veti sepse ka qenë ministër i veti dhe ka qenë eurodeputet, tani i ka dalë përballë. Dhe ky thot një gjë shumë thjeshtë. Viktor Orbani është i korruptuar sepse unë e di për kësaj lloj gjëje. Viktor Orbani e përdor këtë për propagandë sepse unë e di për këtë lloj gjëje. Dhe çfarë ka bërë Orbani? E ka portretizuar armikun tashmë të emigranti, që nuk dihet se kush është, ka portretizuar Zelenskin si armik, që e ka ngjitur, ka portretizuar luftën si një frikë shumë të madhe që mund vi, dhe ka portretizuar Brukselin si gjën më të frikshme. Por ç'a ndodh në këtë mes? Ekonomia hungareze varet nga Gjermania. Orbani ka një mendim... Si varet nga Gjermania? I kanë prerë tubin Rusi, më burr. Ai merrte gaz dhe naftë nga rusët. Ta e prerë tubin, tani ç'të bëj? Ndërlidhja ekonomike... Këtë nuk e thua, Sebastian, nuk e di pse haron këtë detaj. Por nëse quhet ekstremitet, mbrojtja e interesave të vendit. Ai po më intereson nuk dua të përdor argumentat propagandistik të Orbanit. Unë po them çfarë. Nuk është vërtet kjo? Po pra, po kur e kishte, pse kishte rënje ekonomike Orbani? Nuk e di ku ka pasur. Po pra, sepse rënje ekonomike ka inflacion, ka zhvlerësim të paras dhe ka shumë gjëra tjera. Tani e ka pasur këtë lloj gjëje. Dhe kur e kishte naftën dhe gazin kishte probleme ekonomike. Dhe çështja është që ekonomia hungareze është shumë e varur nga Austria dhe Gjermania. Po pse është kaq e varur është pyetja, dhe çfarë bëri ky që rënoi ekonominë e vendit vet? Sepse logjika është shumë e thjeshtë. Ky do të bëj një gjë që është shumë e bukur, do të luajë rolin e Singaporit. Qartë. Pra, një qeveri autokrate që ka vetëm rritje ekonomike. Ka marrë investime kineze, investime ruse, investime gjermane etj. Është bërë qendër baterish për gjithë Evropën. Është geniale kjo që ka bërë. Është shumë i zgjuar te kjo lloj gjë që ka bërë. Qytetarët i kërkojnë një gjë dhe kanë të drejtë qytetarët. I thonë, "Ore ti je burr i mirë, je burr i zgjuar, nuk ka si puna jote. Na jep një mekanizëm që të rrëzojmë." Sepse në qoftë se nuk kemi mekanizëm që të rrëzojmë, ti rri 70 vjet vlla. Po u çmend një ditë çfarë do bëjmë ne? Këtë duan qytetarët, se kur ti i merr gjykatën, kur ti i merr prokurorin, kur ti i merr zgjedhjet, kur ti i merr zonat zgjedhore, kur ti fut vetëm njerëzit e tu në aparat, nuk kanë qytetarët çfarë të bëjnë. Dhe në qoftë se ty të bie ekonomia pastaj, apo ke probleme, apo bën çunin ministër, bën tezën ministër, ja jep lekët të tjerëve, qytetarët kërkojnë një ingranazh sigurie. Pra qytetarët këtë po i kërkojnë, nuk po i thonë atij, jemi me Amerikën apo me Evropën, jemi me Ukrainën apo me këtë. Edhe kundërshtari, të njëjtën tezë ka, nuk është as anti-amerikan, as anti-evropian, as anti-rus, as anti-kinez, as pro-rus, as pro-kinez. Sipas teje, pse mund të basi Orbani qytetarët, sepse qytetarët po kërkojnë një gjë shumë thjeshtë, që kërkojnë kudo në botë. Po i thonë, nuk duam që ti të bëhesh si Edi Rama apo si Vučići, që të mos ketë më mekanizëm që të rrëzojmë. Po nuk patëm mekanizëm, ti rri 70 vjet pastaj, dhe nuk të heq më njëri. Jo, ai si këta, sa ai është në të pestin. Atje ka akoma indekse demokracie që janë më mirë. Se mbylle se jemi në fund. Korrupsioni mullar. Jemi në fundit. Kuj sondazhi i beson i nxori Ledjo pak më parë? Unë jam kundër komunistëve dhe për mua Orbani është thjesht një person që ka kapërcyer Ilberin. Kaq. Dakor. Nuk ka fare një lloj fisnikërie që thuash që ky është antikomunist i madh etj. Ka gjetur, ka kaluar një tezë politike. Pra, ajo që ne shohim të Orbani ka gjetur, thot jam kundër wokizmit. Ky ka qenë vetë pro wokizm, se ishte vetë me liberalet, me ultraliberalet. Jam kundër Soros, ishte vetë me Sorosin. Njeriu vetëm po pra ndryshon. Po ky njeri dënohet me vendim kryesor i bëj që tjetër në shfaqtor. Po pra, po është i gatshëm ti bëj gjithë, sepse të gjithë kundërshtarët e vet i kishin cene në biografi në të shkuarën, tani që del një kundërshtar i mirë, dhe dua ta mbyll me një gjë shumë thjeshtë. Mbylle. Opozitari Peter Magjar ka bërë një gjë që është shumë e thjeshtë dhe që po na tregon një mësim. Nuk e dia do të fitoj apo nuk do të fitoj. Por kjo është një mësim edhe për opozitën tonë. Që? Orbani është po njësoj si Edi Rama, nuk ka ndryshim. Është po aq i korruptuar
dhe është po aq e ka kapur pushtetin. Dhe si që zihet me Greqin, Edi Rama që thot unë i bëj namin Greqis, edhe ky thot ne do i bëjmë namin Ukrajinës se Ukrajina do na fusin luftë se këtë se atë. Shpoj njëta logjik, po njëta propagandash. Tani, opozitari bëri një gjë shumë thjeshtë. Sali Berisha i thot të gjithë qytetarëve hajdeni në shesh trini me mua. Peter Magjari shkon të çdo qytetar për t'i dhënë dorën, përdor çdo podcast, përdor çdo dalje mediatike, edhe pse i ka ai mediat. 45 vjeç. Përdor, po pra, dhe në këtë mes, Jo 85. po Ky është pra, opinion. opozita në Nuk ka qofse dy në nuk pari. shkon derë më derë, në qofse se nuk takon çdo qytetar, në qofse se nuk i jep atyre të besojnë që është me qytetarët, në qofse se nuk i jep qytetarët besojnë që është me drejtën dhe ekonomia jote do E thua, rregullohet. kaq mjafton për ta në pushtet, thua ti, mjafton të takosh njerëz të japësh dorën. Po Nuk ka- e para hera nuk ka konjunktura tjera. opozita këtu nuk do të vinë Ta pushtet. përfundoj. Ky është debat Se tjetër. kauzat e Po, gjitha përfundosh, vinë. po, se përfundon se Po pra, prandaj po them pra, shko, jepi dorën. janë këshilla tani më të. Po kështu fitoj pra se për 3 vjet, për 3 vjet, për 3 vjet, jo si do ishte mirë të bëj, ose lutem. po pra ky për 3 vjet ka mundur në sondazhe partin në pushtet, që i ka të gjitha në dorë. Dhe sondazhet e fundit i ke nga 21 qendra kërkimore, 56% është Tiza, 37% është Fideshi. 21 qendra kërkimore. Reutersi, po ta marrim Reutersin. Tiza është 58, Fideshi është 35. Reutersi prap, e kemi 53 që është e fillimit janë marsit. disfavor të Orbanit, të gjitha. Po pra, i ke të marsit, politikot. Do shohim të gjithashtu. dielën çfarë do ndodhi. Pra, ato mund të zgjedhin këtë duan. Qytetarët kërkojnë vetëm një çelës. Ti mos na rish për jetë në pushtet. Okej. Kjo është vetëm e gjë. Dakor. Një fjalë vetëm se është fundi Floks, doja të u përfshija shumë te kjo Jo, temë. Se Sebi ka dhe më shumë pasion këto dhe ka kohë që ndjek. Me sa unë i kam ndjekur dhe i kam parë, Me një fjalë ka disa pika të dobta opozita. Magjari. Magjari. E para është një parti e pastrukturuar në terren. Pra në qoftë se partia Orbanit ose partia socialiste apo demokratike këtu janë të shtrira në qelisë shoqërisë, ajo është një parti e krijuar në 2024 dhe nuk ka këtë shtrirje që ne po themi. Eventualisht nuk ka makinerinë për të çuar njerëzit për të votuar. Po ndërkohë sondazhet del sipër pra, shumë Po pra, po ky është problemi pra. Është një gjë perceptimi, një gjë mobilizimi. Ky i dyti i ju mungon. Dhe ti si mendon dielën, çfarë do ndodhi? Mund të prapë Urbani me analizat që kam parë unë, sigurisht që sondazhet janë. Ka Europën kundër, ka Bashkimin Evropian kundër, këtë Bashkim Evropian që është tani. Po thuajse plot. Po, kjo dhe nderon, sepse ka një pjesë baza e tij e Orbanit, është shumë solide dhe shkon për herë të votojë. Ka Zelenskin kundër, i cili gjithsesi ai duan, ai prapë po tregon që është i fortë. Ka Trumpin pro, kështu që ka kompensime që ndodhin. Ka zakonisht me ata njerëz që sot kanë mbështetjen e Trumpit 10 vjet para ca kohësh ku erdhi zakonisht humbasin. Për ta thënë shkurt, për shumë arsye organizative, mediatike e tjera me radhë, edhe pse në sondazhe she 54, 56 opozitën, gara, patronazhimi 1 me 15 Orbani. Gara, temin e patronazhimit që ka Orbani e ka 1 Fideshi me 15. Është 1 me 15. Ka sistem patronazhimi. Dhe ka sistem, është parti e strukturuar në qelisë. Pra ti thua sondazhet që e nxjerrin keq Orbanin gabojnë. Jo, nuk gabojnë. Perceptimi është që Orbani duhet ikë. Problemi është që ata njerëz thonë duhet ikë, po duhet dikush t'i kapje dhe t'i çojë të votojnë. Për brenda partisë thonë që duhet ikë. Më kupton? Pra duhet dikush që t'i çojë me votu më vlla, t'i marrin telefon, a dole, a votove. Pra ti thua nuk e ndan do sosh do ndodhi pas nesër. Është ajo që bëhet, më falësh, ajo që bëhet në Amerikë, nxirr njerëzit për të votuar. Duhet skuadër e përgjithshme për ta bërë gjë. Ti nuk e ndan do Flokë. Nuk e ka opozita dhe sondazhet, nuk e ndan dot. Jo, nuk e unë them që do fitojë Orbani. A ti do të fitoj Orbani? Po sepse ka makinerinë për çuar, pra Edi Rama me çdo mjet, me administrat, edhe Orbani një lloj, me media, edhe Orbani një lloj, me mobilizim, edhe Orbani një lloj, jo hiqe vetëm këto pjesën e dërgimit e kutije votimit, Orbani, Rama, po e bëj për ta kuptuar njerëzit, i ka sigurt 710-750.000 votë. Ai ka për t'i çuar të vetët, Orbani. Problemi është, a do arrijë opozita, se kemi parë këtu ne, edhe ne partit vogla këtu të ne, që ne nxirrnin me shumë mandate. Dhe sistemi elektoral e fundit, që e tha Sebi, që e ka ndërtuar atëherë kur e ka ndërtuar, favorizon në mënyrë të frikshme partinë e parë. Dakor. Marsit, një fjali të lutem vetëm.
Ajo që unë mendoj, Çani, është që një javë kohë, me një fjalit vetëm që kuptoj nga gjithë fenomeni ose nga gjithë problemi, ta do arrijë Orbani që me një javë kohë fushat ose me një javë kohë që i ka mbetur të bëjë mobilizimin për cilin fletë. Një javë, 2 ditë ka mbetur, është e premtes. Po, nga sondazhi i fundit. Një javë ka fjalë. Një javë nga sondazhi, po. Sondazhi nga sondazhi i fundit, se kemi më të dhëna. Qartë. Që të rikonfigurohet, ai ka të dhënat që mund të rikonfigurohet dhe të kalohet masa e vështirë, por jo e pamundur. Do shohim. Bash takohemi të martën, deri atëherë mos harroni, korrupsioni është një gjë e mirë. Jo, korrupsioni nuk është fare i mirë. Korrupsioni është i mirë kur unë... Korrupsioni nuk është i keq. Korrupsioni është si që është ledjo. Korrupsioni nuk është i keq. Korrupsioni është i keq kur unë si jam i përfshirë. Po në qoftë se unë jam i përfshirë, o Marsit. Do ta mbroj.